Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim nëpërmjet titujve në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zërin e qytetarëve në telefonin tonë të përbashkët. Gazeta Panorama sjell tituj të ligji për bashkëpronësinë. Si bëhen banorët pronar të hapësirave të përbashkëta, detyrimet. Qeveria miratoi para pak ditësh ligjin për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, që do të garantoj pronën private, bashkëpronësinë, si dhe sigurinë e ndërtesave në vetvete. Ligji ka si qëllim përmirësimin e menaxhimit të hapësirave të përbashkëta për të siguruar një cilësi më të mirë jetese për të gjithë komunitetin urban. Ligji gjithashtu mbart detyrime për bashkëpronarët dhe përcakton standardet e administrimit të ndërtesave, si dhe detyrimin për regjistrimin e aktit të bashkëpronësisë. Drejtësia, shkak për debate në Strasburg, apeli i Xhafajt dhe kërkesa e Partisë Demokratike për pavarësi të gjyqësorit, mesazhi i Bashkimit Evropian. Të reflektojmë, Fatmir Xhafaj, shtyllat e reformës të paprekshme. Mandat besimi për të udhëhequr vendin drejt Bashkimit Evropian. Socialistët bëhen bashkë në 34 vjetorin e Partisë Socialiste. Rama tregon objektivin më të afërt. Çfarë nuk u pa në festën e socialistëve? Batutat e kreut të mazhorancës me senatorët e partisë dhe gjeneratën e re. Një opinion nga Agron Gjekmarkaj mban titullin Kronike një konflikti që deshndezi Europën flak. Nga doktor Jorgji Kote, jap se refuzuam atere KSB-n. Një opinion nga Adri Nurellari titullohet Kriza e legitimitetit demokratik. Lista e re, përfituesit e kredive të buta, raportim periodik në bank, afati. Shkrimtari, ai që vrau veten, por jo emrin, këshillat që la pas Hemingway. Rrëfimi Niko Daliut. Është një shkrim nga Uvil Zajmi. Rrobat që më vinin nga jashtë i merrnin dhe i vishnin fëmijët e bllokut. Nga Elmaz Leci vjen dosja pajtimi Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prishja e marrëdhënieve Shqipëri-Kinë, raporti CIA-s më 1978, dënimi Abdyl Këllezit nga Enveri janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Bashkimi Evropian bllokon fondet për bujqësinë edhe për 2026. Dosja Krifca hedh në erë bujqësinë. Pasi Olaf dhe Eurojust dorëzuan kallëzimet në SPAK, hetimet për vjedhjen e 138 milion eurove të IPARD-it u bllokuan. Frida Krifca u gradua në një detyrë të re. Fermerët mbetën pa mbështetje dhe fondet e Bashkimit Evropian u ndalën si ndëshkim për korrupsionin e pandëshkuar. Miliona euro i kanë përfituar oligark, trafikant dhe kryebashkiak, duke detyruar Bashkimin Evropian të vendosë zyrtarisht bllokimin e fondeve bujqësore për Shqipërinë edhe për vitin 2026. Rama, fitoria e zgjedhjeve, mandat për të udhëhequr vendin drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama, një herësh kreu i mazhorancës, zhvilloi një takim me rastin e 34 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Ai falenderoi socialistët për fitoren, e cila është e lidhur me një mandat besimi për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, duke përballuar me sukses peshën e madhe të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një opinion nga Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani mban titullin Zgjerimi i Bashkimit Evropian, zgjedhje strategjike për paqen. Censura e medias. Komisioni Evropian vendos afat. Nuk ka hapa të mëtejshëm pa miratuar ligjin e medias për lirinë e shprehjes. Dr. Enrico Ceko, ligji për koncesionet në Republikën e Shqipërisë mbetet një ligj problematik dhe abuziv, që eliminon garën e hapur. Qetat e mikrokredive, SPAK drejt zbardhjes së kokave, kush janë prokurorët që hetojnë mashtrimin e madh financiar që pas piramidave. Opozita shqiptare, përfaqësuesja e Komisionit Evropian Sigrid Bretel, kritika për zgjedhjet e 11 majit, u keqpërdor administrata. Eurodeputeti Beleri, Shqipëria në krizë të sundimit të ligjit dhe arrestimeve politike. Rinumërimi kthehet në bumerang për të gjitha partitë, ja rezultatet për çdo forcë. Arsimi shqiptar, diplomimi parashkollorëve në kopshtin Disrejn shoqëron vogëlushët në rrugtimin e dijes, si hapi parë drejt shkollës, urimi edukatorëve dhe mirënjohja e prindërve. Nga Mustafa Koçeri botohet shkrimi Vërmiku i Vlorës në memorialin e mirënjohjes në Izrael.
mjeku në familje, ja kura ideale ushqimore për personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, vaj fuqiplot i karafilit, përdorimet dhe vlerat për organizmin dhe si ndikon gjumi në shëndetin e stomakut. Suplementi penash shqiptare sjell autorët me krijimet e tyre: Koçi Petriti, Një vajzë dhe një djalë, Xhevair Spajhiu, Gjyshja, Ilir Lluri, Koha e dashurisë, Kadare dhe Liceu i Gjirokastrës. Profesor doktor Agron Fico, E ardhme e këngës folklorike, Agim Xheka, Fytyra e zhgënjimit, Rizat Çato, Perëndimi i art, Vangjur Saro, Fjalë për poeten Lejdi Shqiponja, Kastriot Malo, Të prek me zemër, Mimoza Çobo, Eja i shtrenjti im, Eva Gjoni, Tingulli, Namik Selmani, Moj Vetull Bardha Buzdetit, Arsinoj Zengo, Aroma e saj, Anjeza Toma, Thirrje Malli, Vullnet Mato, Për të marrë një lozanjare, Agim Bajrami, Grua e divorcuar, Ismail Xhaferi, Atje larg në vendlindje, janë autorët e titujt që shpalosen që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Si po u kthehemi bunkerve, detaje, analizë. Atyri që prishëm para 35 viteve duke mallkuar diktatorin, sot u jemi kthyer dhe kemi nisur t'i pastrojmë. Mbrojtja e vendit dje dhe sot përballë një situate gjeopolitike të pazakontë. Disa kujtime për kohën kur në rast agresioni 1 milion shqiptar ishin në armë për pak orë dhe një shënim i politikanët e sotëm që ndërsa janë qepur në buk në trast ferrit socialist, po u rritet mullari madh i problemeve pafund për qytetarin. A duhet dhe a mundet Shqipëria t'i bëj funksional 168.000 bunkerët dhe tunelet? A jemi indirekt të rrezikuar? Shqipëria strehon antarët organizatës opozitare iraniane MEK, që shihet si armike nga regjimi i Teheranit. Kjo e ka futur vendin në një lloj radari të Iranit. Çfarë ndodh nëse konflikti Iran-Izrael do të përshkallëzohet? Lufta e ambicjes së madhe dhe disa ëndra sa të gabuara, aq edhe të rrezikshme. Analiza e thelluar kritike e ish-ministrit jashtëm izraelit, historianit Shlomo Ben Ami. Çfarë duhet të kuptojmë mbi konfliktin mes Iranit dhe Izraelit? A janë vërtet armët bërthamore problemi? A do përfshihet Amerika dhe një portret politik i Netanyahut? Koment, çfarë rezulton deri tani nga rinumërimi dhe a duhet të paguajë buxheti i shtetit faturën? Kodi zgjedhor duhet të ndryshojë. Kush kërkon numërimin pa fakte, duhet të paguajë vetë atë. Shënim, votimet, zgjedhje dhe pilafi që nuk mban më ujë. Hulumtim, Radio Europa e Lirë, a ka propagandë ruse në gjuhën shqipe? Çudia letër, Mediu të Gërdecit i kërkojnë emrat e 6 kongresmenëve që kanë firmosur për të. Aktivistja Evi Kokalari reagon pas deklaratës së ish-ministrit në seancën e radhës për Gërdecin. Vendimi, Hag, Shqipëria do mbajë samitin e NATO-s 2027. Rubrika e shëndetit, disa zgjidhje natyrale për fytyn e tharë. Histori, Arnautët e Magrebit, mozaikët romak të Tunizis dhe një fjalë e madhe që ndjell kuriozitet. Një vepër me një fjalë shqip nga ato që nuk thuhen në rrënojat e një vile romake janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, vetëvendosja pret kushtetuesen. Partitë e tjera kërkojnë marrëveshje politike. Deputetët nuk e konstituojnë kuvendin as në përpjekjen e 34-të. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet as me përpjekjen e 34, duke thelluar dhe më shumë krizën institucionale që e ka mbërthyer vendin që nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Edhe të njëjtën, sikurse në tentimet e mëparshme, nuk pati konsensus ndërmjet partive politike për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të vazhduar formimin e institucioneve të reja. Ata do të mblidhen sërish pas 48 orësh, përkatësisht të shtunën me 21 qershor. Udhëheqja organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës takohet me deputet zviceran. Gjykata speciale po vepron në mënyrë të padrejtë. Për herë të parë mbahet seancë gjyqësore përmes videolidhjes. Kosova, vendi më i cënueshëm nga lufta hibride. Aktuale, Hegseth, ushtria amerikane është e gatshme të zbatojë çdo vendim të Trumpit për Iranin. Enver Hasani, Kurti dhe kabineti i tij, uzurpues të pushtetit që prej se janë betuar deputet. Kosova nderon ish kryetarin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ekonomi, administrimi i tokës, garantuesi sigurisë ligjore për pronën. Pas një korikut, një kafe mund të kushtoj deri në 3 euro.
Sport. Vendoset gur themeli i pishinës gjysmë olimpike në Podujev, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani në disa prej portaleve kryesore, fillojmë me portalin Gazeta Express. Daud Haradinaj dërgon pyetje direkte Bilal Sherifit. A u morët vesh me Kurtin që u preu në Bes? Sherifi, ka pas i dhënim të shtëpisë, më ka ardhur keq. Nguca keq, nëse nuk i qëndron marrëveshjes me Limajn, ka telashe me 4 mandate. Bilal Sherifi, pati gjëra interesante në takimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Italia synon rolin e forcës shtytëse të integrimeve. Tajani, Ballkani duhet hyjë në Bashkimin Evropian para vitit 2030. Pse Amerika nuk ka ambasador në Kosovë? Bislimi, më institucionalist, shkoi për të intervistuar në prokurori speciale. Kurti refuzon ende paguan gjoba. Server, kujdes, Trump është i prirur për ndarjen e Kosovës, do të afrojë si shkëmbim të territoreve me Serbin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kandidati për kryetar komune duhet të jetë banor i asaj komune së paku 3 vjet. Përplasje të ashpra në pressing. Janë shkrime që vinë në gazetën Express në versionin e saj online. Gazeta e Kosova sot, Server, administrata Trump do të ofrojë ndarjen e Kosovës si një shkëmbim territori. 110 deputetë të Kuvendit Kosovës janë në përputhje të plotë deri më tani me idetë e listës serbe për bojkot, shkruan analisti Nue Oroshi. Dështon edhe tentativa 34 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur Kosovën fuqimisht, por ka qenë edhe kritike kur Prishtina ka vepruar njanshmërisht. Shtetet Bashkuara të Amerikës nisin evakuimin e stafit nga ambasada në Izrael. Netanyahu do të kërkojnë çmimin e plot nga tiranët në Teheran. Irani pretendon se nuk kishte për qëllim të sulmonte spitalin izraelit, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Kosova sot në versionin online. ABC News Albania sjell shkrimet. Partia Socialiste forcën e saj e ka në 3 aspekte. Blendi Klosi, duhet të vijojmë organizimin ton të brendshëm që të garojmë dhe të fitojmë përsëri. Ditëlindja Europiane e Socialistëve, Rama, ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi. Partia Socialiste feston ditëlindjen, 34 vjetori themelimit, mandati 4 për integrimin në Bashkimin Evropian. Rama, procesi i antarësimit nuk është vetëm i qeverisë, përfshin edhe pushtetin vendor. Integrimi në Bashkimin Evropian interes për Shqipërinë. Kuko, duhet konsensus me forcave politike në vend. Partia Demokratike ankohet në anglisht, nxin Shqipërinë në Strasburg, për Bashkimi Evropian vlerëson reformat e integrimit. Nga Dubai në Rinas, mbrin në pranga në duar 3 shokët e Talo Qelës. Është një kronik që vjen në rubrikën Aktualitet. U arrestua në Britani të Madhe, kush është Lorenz Lala dhe roli i tij në një vrasje. Rinumërimi asnjë ndryshim për Partinë Demokratike. Çupi, misioni i Berishës, shkatrimi i Shqipërisë. Turisti belgu e aksidentua me jet ski. Gjykata e Durrësit liron pronarin e mjetit. Aktiviteti ciklistik, kampionati kombëtar i rrugës 2025 në Belgj. Ersek, rreziku nga mortaja, zona me numër më të madh të baktive të infektuara. Janë në shkrime që vinë në portalin ABC News Albania. Alfa Press, çfarë ndodhi? Rama debaton me kryebashkiakun e Vlorës në festën e Partisë Socialiste. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Klosi pa frena. Do ta zhdukim fare opozitën. Do marrim 140 mandate dhe të gjitha bashkit. Pretendim absurd i Partisë Demokratike për mandatin e 14 në Tiranë. Shehaj, jemi të detyruar të monitorojmë rinumërimin, sepse nuk dihet se çfarë ndodh me proces verbalet. Shqetësohuni kur Gramozi të mos jetë më në këto obor. 34 vjetori i Partisë Socialiste. Rama batuta me socialistët. Zysharta nuk më ndahet. Nuk i shmangemi përgjegjësive. Rama në festën e 34 vjetorit Partisë Socialiste. Mandati 4 na jep besimin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk lodhemi së fituari. Ergjys Agasi me profil të ulët, Klodian Tomori, figurë me ndikim në strukturat e pushtetit, garancia nga Edi Rama. Rinumërohen 160 kuti në Tiranë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike humbin vota. Tek vota preferenciale bie në sy rasti i Fatmir Xhafajt.
Paratë e kompanisë One për të sulmuar prokurorët e SPAK-ut për llogaritë të Veliajt. Koordinatori i krimit me Edi Ramën. SPAK kontrolle në banesën dhe bizneset e Ergys Agasit. Gjykata kundër krimit organizuar merr vendimin, dënon me burg deputetin e Partisë Demokratike. Në gjendje të dehur shkaktoi aksident me makinë. Mbahet seansa në gjykatën kundër krimit organizuar për deputetin e Partisë Demokratike. Berisha denoncon skandalin. Deputeti Arkend Balla u punësua në kompaninë e kartelit të troplinëve. Mungoi për 4 ditë në publik. Sali Berisha flet për gjendjen e tij shëndetësore. Jamarbër Maltezi kërkon revokimin e masës së sigurisë arrest shtëpie. Gjykata shtyn shqyrtimin. Ja kur do të mbahet seansa, janë shkrime që vinë në alfapres.al. Faktor.al sjell shkrimet, rinumërojnë 160 kuti. Partia Socialiste dhe Partisë Demokratike jo vjedhin votat partive të reja. SPAK kontrolle në banesën dhe bizneset e Ergys Agasit. Shqiptarët janë sëmur nga zemra, rritje 6% e urgjencave. Abuzimi me tenderin 22 milion euro për unazën e re. Struktura e posaçme antikorrupsion çon për gjykim 5 zyrtar. Ilir Ali Mehmeti, akuzat të forta Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Turistët, çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë më të shtrenjta se në Europë. Janë shkrime që vinë në faktor.al. Kalojmë tani te Start News, është portali që sjell aktualitetet më të fundit. Rinumërohen mbi 200 kuti votimi të Tiranës. Si ka ndryshuar rezultati 11 majit? Jashtë objekte që u hiqen votat, i shtohen koalicionit Euroatlantik. Samiti në Hag pritet konfirmimin Shqipërisë si mikpritëse samitit të NATO-s në 2027. Shtëpia e bardhë, Trump do vendos brenda 2 javësh rreth përfshirjes në konfliktin Izrael-Iran. Ahmet Prençi promovon librin e ri në emër të gjakut në sallën plot me 10 personalitete. Renea blindoi Rinasin mbrëm, kokë ulur dhe me pranga në duar, ekstradohen nga Dubai 3 të fortët. Drejtonte mjetin i dehur dhe u përplas. Gjykata kundër krimit organizuar dënon me burg deputetin e Partisë Demokratike, po përfundimisht u konvertua në 900.000 lekë gjop. Zhvillime në SPAK, Dumani heq spaletat Arben Krajës. E shkarkon si drejtor, në vend të tij emëron Dorina Bacon. SPAK zbarkon në banesën e Ergys Agasit. Ja për çfarë dyshohet. Ndrimi i kompanisë celulare si pritet të bëhet në vijim. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare, rimbursim për kreditet e papërdorura dhe vonesat në portimin e operatorit. Berisha pranon që rinumërimi nuk do ketë ndikim në rezultat. E donin kandidatët. Partia Demokratike ka të tjera pretendime. Banka Shqiptare e Zhvillimit, qeveria vendos Ministrinë e Financave si aksionar të parë. Mungoi për 4 ditë në publik dhe nuk u paraqit as në SPAK. Sali Berisha flet për gjendjen e tij shëndetësore. 34 vjetori i Partisë Socialiste. Rama zbulon kur nuk do të jetë më pjesë e partisë dhe deklaron: "Nuk lodhemi së fituari, por nuk i shmangemi as përgjegjësive." Agron Shea, i pretendim absurd i Partisë Demokratike për mandatin e 14 në Tiranë. Jap se jemi të detyruar të monitorojmë rinumërimin. Shpërthen Muslim Murizi, Partia Demokratike duhet pastrohet nga fundërinat, ish spiun të sigurimit, doktor, skuthët, servilët, vemjat, fundërinat që të lëpin të bëjnë pis. Janë shkrime që vinë në Start News. Agjencia e lajmeve online NOA sjell shkrimet parashikimi i motit për sot 20 qershor 2025. Nga Dubai në Tiranë, pamje teksa ekstradohen Ervis Daka, Maksim Koçi dhe Ado Xhika të dyshuar për lidhje me bandat e Elbasanit. Fati i Iranit do të shkruhet nga vetë iranianët. Departamenti Amerikan i Shtetit njofton urgjent për amerikanët: largohuni menjëherë nga Irani. Festa e Partisë Socialiste. Rama debaton me kryebashkiakun e Vlorës. Shtetet Bashkuara të Amerikës japin 2 javë kohë Iranit. Shtëpia e bardhë lexon mesazhin e Trump. E kërkonte Tirana e gjeti Durrësi. Kapet Hajduti shumë kërkuar. Nga mashtrues në Grabitës, Amaril Muka përfundon në Pranga. Janë shkrime që vinë në agjensinë e lajmeve NOA, News of Albania. Kalojmë tani te gazeta Rilinja Demokratike në versionin e saj online, kush është Ergys Agasi, njeriu i besuar i Ramës, nga lidhjet me bandat tek fitimet në biznes. Koordinatori i krimit të Ramës sqaron se përse Byroja Kombëtare e Hetimeve kontrolloi banesën dhe bizneset e tij.
Gazetari, Ramës janë bërë kërkesat për ministri nga grupet kriminale që ndihmuan në zgjedhje. Himara në thundrën e betonit masiv, Vangel Tavo rrit lartësinë e ndërtimeve në Bregdet. 56.000 apartamente bosh në Tiranë, gazetaria zbulon si krimi pastron para në ndërtim. Eurodeputeti, hetoni lidhjet e Ergjys Agasit me Irena Gjokën. Politikania Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse Kongresi nuk e ka thirrur kurrë më parë në gjyq Sorosin. Përplasje fort në SPAK, Dumani shkarkon krajen. Tabaku nga Strasburgu, nuk ka integrim në Bashkimin Evropian pas zgjedhje të lira. Denoncimi Ahmetet në Raj 3, Ergjys Agasi ndërmjetësi Ramës me grupet kriminale që i përdor për zgjedhjet. Zhduket koordinatori krimit të Ramës, kontrole në banesë dhe bizneset e tij janë shkrime që vinë në faqen e parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Tema në versionin online çelet me një foto dhe ticitura hajtë të puth pak. Oj çfarë kanë me ty që të sulmojnë, nga Zeqinea tek Sara, Edi Rama me yjet e reja të Partisë Socialiste. Edhe ky artikull shoqërohet me fotografi. Rama bisedë të tensionuar me Ermal Dredhe në festën e Partisë Socialiste. Kriza politike në Kosovë, Merobaze, përpjekja tinzare e Kurtit ka marrë peng shtetit dhe kushtetutën vetëm për të mos e dorëzuar pushtetin. Nga shoku Gramoz të Zysh Arta, batutat e Ramës në festën e Partisë Socialiste. Pas ka ardhur edhe ylli, por i më vete se ka hall mos e bëjnë me ne. Shpërthen më Shty Morizi, doktor, skuthës, servilët, vemjet, fondorinat dhe idiote që të lëpin të bëjnë pis. Partia Demokratike s'ka nevojë për këta idiotë dhe debila. Irani paralemëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujdes. Khamenei, Hitleri i ri i lindjes së mesme, deklarata Bin Salman që nënshkroi fatin e një rajoni. As ndihma Alfred Belerit nuk ju bën punë, është titulli i një artikulli në gazetën Tema. Si e theu Irani mbrojtjen ajrore të shtrenjtë izraelite, pse dështoi kupola e hekur. A u vodhën zgjedhjet? Ja ç'thot Arlin Qorri. Mila, nga 34 vjetori i Partisë Socialiste, i përgjigjet akuzave të Berishës. Flasim në shtator doktor, në arenën për të cilën na votuan. Pretendimi absurd i Partisë Demokratike për mandatin e 14 në Tiranë. Shehaj, jemi të detyruar të monitorojmë dhe rinumërimin. Boshatisjet Kosova, brenda 4 viteve 142.000 të larguar. Eksperti, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të shmangin përgjegjësinë për pasojat e sulmeve ndaj Iranit. Çfarë dim për programin bërthamor të Izraelit dhe armët e tij të shkatrimit në masë? Kur opozita bërtet për trena fantazëm, ndërsa kullat rriten në heshtje. Konsumi i karburantit arrin shifra rekord, 279.000 ton vetëm në 5 muaj. Noka, na mundi Edi Rama se ka më shumë fuqi se Ramiz Alia. Vetëm demokracia mund të japë fund kërcënimit bërthamor të Iranit. A duhet të rishikohet kodi elektoral? Blendi Klosi, problemi nuk e ka sistemi. Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin Pse duhet të paguajmë rinumërimin nga buxheti i shtetit. Antena brenda familjes, muli në dyshime për delegacionin e Strasburgut. Janë shkrimet që vinë në gazetën Tema në version online. Gazeta Koha Jon, 34 vite Partisë Socialiste. Rama me socialistët. Shqetësoni ditën kur Gramozi s'do jetë në obor, por atë ditë nuk do jem as unë. 2 skuadra me agent të Byros Kombëtare të Hetimeve, kontrollet e shtëpia dhe zyrat e Ergjys Agasit. Hyrja re e Shkodrës, Rama poston fotot, nis hedhja shtresave asfaltike. Rama, skuadra fituese e Fierit për Shqipërinë 2030. Manjani publikon vendimin, të dhënat e Sky and Croshat janë të papërdorshme, e thot Gjermani këtë. Irani ka lëshuar rreth 400 raketa balistike dhe qindra dron në drejtim të Izraelit. SPAK çon në gjyq 6 zyrtar të autoritetit rrugor shqiptar, dëmtuan shtetin. Deutsche Welle, ç'ndodh me ekonominë botërore nëse Irani bllokon Hormuzin. Kujdes me kriptovalutat. Autoriteti mbikëqyrjes financiare reagon për një nga platformat që operon në Shqipëri. E rrezikshme, nuk e kemi licencuar. A mund të çaktivizoj programin bërthamor të Iranit një sulm amerikan dhe impiantit në Toksor Fordov? Janë shkrime që vinë në gazetën Koha Jon në version online. Gazeta Liberale, rinumërimi mbi 200 kutive të Tiranës. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, secila me 100 vota më tepër se rezultati 11 majit.
Ditëlindja 34 të Partisë Socialiste. Rama zbulon se kur nuk do të shojnë më në oborin e socialistëve. Rritje pagash dhe ndryshime në strukturën e administratës publike. Qeveria shqiptare krijon task force për bashkëpunimin me Italinë në migracion. Shtyhet për në shtator raportimi i institucioneve të pavarura nga Kuvendi i Shqipërisë. Rinumërohen votat e zgjedhjeve të 11 majit, ja sa vota kanë humbur Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Janë shkrime që vinë në gazetën liberale në version online. Gazeta Bulevard, si e shkrimet bomba bërthamore e Shqipërisë, është editorial i shkruar nga Lutfi Dervishi. Përplasje në SPAK, Dumani e Spaletat Arben Krajës, e shkarkon. Ergjys Agasi në shënjesër të Byros Kombëtare të Hetimeve. Beleri shpërthen, a i mbronte gjyqtarin që më arrestoi mua, që më gjykoi mua. Garancia nga Rama, gazetari zbulon detajet. Agasi ruante profil të ullët, garancia vinte nga Edi Rama. Vendimi i Këshillit Ministrave, qeveria miraton ndryshimin e pronësisë të stadiumit Niko Dovana në Durrës, janë tituj që vinë në gazetën Bulevard. Gazeta portali Durrës Lajm, incidenti me turistin belg, lirohet pronari vendbazimit në shkëmbin e Kavajës. Arrestohet 25 vjeçari në portin e Durrësit, ishte në kërkim dhe paraqiti dokumenta false. Lirohen 3 hapësira në Kallm të zëna në mënyrë të paligjshme. Procedohen 3 persona. Rama prezanton skuadrën fituese të qarkut Durrës për Shqipërinë 2030. Ndahen apartamentet e pallatit Kastrati në Durrës. Banorët të pakënaqur nga sorteu janë shkrime që vinë në portalin Durrës Lajm. Kalojmë tani në disa prej gazetave të tjera, gazeta Trebeshina, gazete shoqatës kulturore adhetare Tafil Buzi, në numrin e sotëm si shkrimet fjala e kryeredaktorit. Thirrje vllazërore. Përpjekje të vazhdueshme për objektivin ton. Një rrugë e re për komunitetin ton, një takim brezash dhe një mbledhje shoqate. Alije Merko, gjyshja 101 vjeçën dhe brenga e saj, sakrifica një të pafajshmit të vret, shkruar në Veledin Durmishi. Delmaj Tepelen e Bar të shosh Tafil me pall, është një shkrim nga Roshi Ajdini. Një mirënjohje madhe për kontributit për ngritjen e shtatores së Tafil Buzit. Gënjeshtra si krimi së vërtetës. Plan punë orientues i shoqatës Tafil Buzi për vitin 2025, maj dhjetor 2025. Hasan Kaplani, një personalitet i shquar të gjithë kohrave, në Mezhgoran, në takim brezash. Një takim ku ballafaquan me vetveten, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Trebeshina. Kalojmë tani te gazeta Kushtrim Brezash, botimi i organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacional shqiptare të popullit shqiptar. Nga Mikado Shako Hoxha botohet shkrimi me titull Lufta antifashiste nacional shqiptare në ide dhe ideale mbetet pasuri kombëtare. Nga Gëzim Llojdia, Fatos Arapi dhe poezia Drashovica për luftën e Drashovicës. Nga Kristo Martiri, Vëzhgim, Dëshmorët e Shqipërisë dhe rrugët e Tiranës së lirisë. Nga Agron Guri, analizë punë e kryesisë dhe kretarëve të këshillave zonale të Komitetit të Tiranës. Rruga lavdishme brigadave të 20, 22 dhe 23 sulmuese. Kujtojmë veteranët, portret, Ndrek Mark Qerimi, patriot dhe adhetar, shkruan Gjon Dedej. Kalendar 10 qershor 1942, formimi i çetës së parë partizane në Shkodër dhe lufta në Bjeshkët e Domnit. Portrete, masakrat e përgjithshme gjermano-balliste në krajinën e Lopsit të Tepelenës, shkruan Xhenet Sula. Nga Harun Nazare vjen korespondenca mbledhja e Këshillit Zonal të Organizatës së Veteranëve dhe Pasardhësve Dega Patos. Kultur, ikja e madhe, është shkruar me kulturë, me mjeshtri artistike, me stil të gjallë, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Kushtrim Brezash. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes gazetës Panorama Sport. Datat po, skema jo, superiore. Federata e Futbollit zbulon sezonin. Final 4 mbetet në ajër. Elitarët dhe e para e nisin kampionatin me 23 gusht. Kategoria e dytë 5 muaj pushim. Klubet do të vendosin për fatet e formatit. Transferimi. Daku donte 3.5 milion euro. Reagon bosi i Zenitit. Sulmuesi. Japonia të ndon Hasanin. Guangzhou merr ofertë zyrtare. Blut. Dinamo hap thesin për Berishën. Gjasula pengi firmës. Zyrtare Tirana. Shkëmbi i lirë. Halili plan për trajner Big.
Botrori i klubeve, Bayerni për konfirmimin, Boca do revansh. Azzurrët prezantohet Gattuso, kthejmë Italinë e madhe. Spanjë, Mbappé në spital, Barça akord me Nico Williams. Angli, prapaskena, Jasi Wirtz refuzoi Cityn për kampionat. NBA rekordi, shitja $10 miliardë. Lakers ndryshon pronar. Janë tituj në faqen e parë të gazetës, ku gjithashtu njoftohet se në Panorama Sport do të gjeni edhe parashikimet për ndeshjet e sotme. Kemi dhënë kështu informacionet më të fundit nëpërmjet faqeve të parë të gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu informacionet nga realitetet tona të përditshme. Po përpara se sa të kalojmë në bisedat tona, unë do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.